Përshëndetje Ajnur, si po zhvillohet procesi zgjedhor, a u hapën vendvotimet në kohë? Përshëndetje Lisa, siç e the paraprakisht, pra ndodhem në Kumanov, më konkretisht tek shkolla fillore Bajram Shabani këtu në qytetin e Kumanovës, ku ka gjithsej 3 vendvotime nga gjithsej 167 sa ka në këtë komunë, ndërsa të drejtën e votës sot e realizojnë mbi 94.000 votues këtu në komunën e Kumanovës. Procesi i votimit aktualisht po zhvillohet në rregull, nuk është evidentuar ndonjë problem. Në shkollën Bajram Shabani ka 3 vendvotime, janë vendvotimet 10-22, 10-23 dhe 10-24, ku edhe patëm rastin që të marrin njëri nga krerët e komisioneve komunale në vendvotimin 10-24, ku deri në momentin ku edhe zhvilluan bisedën, të drejtën e votës kishin realizuar vetëm 6 votues nga mbi 200 sa janë të realizuar në këtë vendvotim. Unë ju ftoj të ndjekim deklaratën e tij, ndërkohë që ju informoj se rajonin e Kumanovës së bashku me kameramanin Buki sot gjatë ditës do ta ndjekim të gjithë procesin e votimit këtu në Kumanov. Unë quhem Muhamet Ali Alili, jam kryetari njësisë zgjedhore 1024. Njësia joni ka 642 votues, deri tani dalë janë shumë e dobët, domethënë 6 votues deri tani kanë dalë. Nëse e krahasoj me herën e kaluame, është pothuajse e njëjtë, për shkak se nga herën e kaluame votuan 263 votues nga 642 sa janë të parapamur. Siç thash paraprakisht, në këtë vendvotim, në këtë shkollë ka 3 vendvotime, ne do të vazhdojmë që të ndjekim edhe në fshatrat porreth, por edhe në të gjitha shkollat ku zhvillohet procesi i votimit këtu në rajonin e Kumanovës, për gjitha parregullsitë eventuale apo incidentet e mundshme, sigurisht që siç e potencova bashkë me kolegun Buki, ne do të vazhdojmë të ndjekim nga afër dhe për gjithçka sigurisht shikuesit do të kenë mundësi të njoftohen edhe në edicione tjera të lajmeve në çdo dy orë që kemi sot, por edhe në webfaqen e televizionit Alsat, alsat.mk.